si u zëvendësua meritokracia me nepotizmin, dhe si përfundoi shteti në duart e klientelës dhe krimit të organizuar. Në diskursin publik të viteve të fundit, një nga akuzat më të forta ndaj qeverisjes së drejtuar nga Edi Rama lidhet me shkatërimin gradual të meritokracisë dhe zëvendësimin e saj me një sistem nepotik, klientelist dhe politikisht të kontrolluar. Administrata publike, që në teori duhet të funksionojnë mbi bazën e konkurrencës, profesionalizmit dhe barazisë së mundësive, është akuzuar vazhdimisht se është kthyer në një rrjet emërimesh partijake, lidhjesh familjare dhe interesash të ngushta ekonomike. Konkurset formale, por fitues të paracaktuar. Institucione të pavarura, por drejtues politik. Ekspertizë profesionale e zëvendësuar me besnikëri partijake. Ky transformim nuk është thjesht administrativ. Ai ka pasoja të drejtpërdrejta në funksionimin e shtetit. Kur emërimet bëhen mbi baza nepotike dhe jo mbi aftësi, vendimmarrja publike dobësohet. Kur institucionet mbushen me individ të varur politikisht, kontrolli dhe balanca zhduken. Dhe kur mungon profesionalizmi, hapet terren për ndikim kriminal dhe kapje të shtetit. Raporte, denoncime mediatike dhe hetime të ndryshme kanë ngritur pikpyetje serioze mbi lidhjet me segmenteve të administratës, tenderëve publik dhe grupeve të interesit me precedent penal apo lidhje me krimin e organizuar. Në këtë klim, tenderët përshëndrohen në pak duar. Paratë publike qarkullojnë në rrjete klienteliste. Institucionet heshtin përballë abuzimit. Kritikët argumentojnë se kjo nuk është më thjesht keqeverisje, por një model funksionimi ku shteti përdoret si instrument për shpërndarje privilegjesh, mbrojtje interesash dhe konsolidim pushteti. Pyetja që ngrihet sot nuk është vetëm politike, por strukturore. A mund të funksionojë një shtet pa meritokraci? A mund të luftohet krimi kur administrata është e kapur? Dhe mbi të gjitha kush mban përgjegjësi për degradimin institucional? Sepse kur meritokracia fshihet dhe nepotizmi bëhet norm, humbësi i vetëm mbetet qytetari dhe vetë shteti i së drejtës.